E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku ditën e sotme për të komentuar dhe për të ndarë me ju lajmet më të fundit që kanë të bëjnë nga emisionet të cilat po vinë në tregun shqiptar. Emisioni Goca dhe Gra është një emision që realizohet në Top Channel, do me thënë në shtëpinë më të famshme shqiptare deri më tani që kam bërthyer shtëpitë mediatike, që kam bërthyer të gjithë shqiptarët me të gjitha emisionet që po krijon, pavarësisht se cilës sferi takon, do me thënë ka një lloj kreativiteti, ka një lloj energjie që realisht është për të përgëzuar dhe për të duar trokitur. Dhe në këtë rast, sonte do të kemi fatin pas një periudhe pushimi të starton sezoni i ri i emisionit Goca dhe Gra, një sezon tepër i suksesshëm. Sezonin e kaluar ku fillimisht ishte pozicionuar Hedi Baci, ku shqiptarët kishin shumë kureshti të kuptojnë mbi marrëdhënien e saj me Romeon, mbi të kaluarën e saj me Romeon, mbi atë se çfarë ndodhi mes Hedit dhe Romeos. Dhe tani kemi disa figura të reja, do me thënë figura që mbetet nga edicioni i kaluar është Egla Ceno, ish fituese e Big Brotherit dhe Rudina Dembacaj si moderatore kryesore në këtë panel, pasi që është një emision që përbëhet nga paneli. Ndërsa figurat e reja që do t'jenë pjesë e këtij emisionit dhe besoj që do të sjellin shumë vëmendje tek publiku shqiptar, do të sjellin shumë dashuri, shumë pozitivitet, është Loredana Brati, një ndër banoret e Big Brotherit më e komentuar për memet dhe besoj që tani do të bën edhe më shumë memet e Goca dhe Gra sepse e di që do të ketë super vëmendje. Do të jetë Gerta Gixhari, Gertën e njihni të gjithë, moderatore, domethënë e ka treguar punën e saj, e ka treguar ndër vite suksesin e saj dhe shkathësinë, dhe më pas është një vajzë tjetër e mrekullueshme që quhet Kleoniki. Janë këto 5 figura që janë përzgjedhur për të qenë në Goca dhe Gra në këtë sezon. Është një sezon, domethënë çuditërisht i pa imagjinueshëm. Top Channel asnjëherë nuk është se ka startuar emisione në maj, zakonisht emisionet në maj dhe qershor po mbyllen, por ndoshta është kjo etja për të patur emisione dhe do të vazhdon gjatë gjithë verës. Pa marrë parasysh kush do të ishte mysafiri i parë, do me thënë të gjithë kemi hamencuar ku do të dilte Gjesti në një emision të fliste për karrierën e tij, për jetën e tij, për atë se çfarë ka ndodhur pas Big Brotherit me Gjestin. Gjesti ndodhi rastësia që do të shfaqet në Goca dhe Gra, do me thënë sonte në orën 21 do të kemi fatin të ndëgjojmë Gjestin për herë të parë për pas Big Brotherit, për familjen e tij, për marrëdhënien me motrën e tij, që a e ka mbajtur premtimin në qoftë se ja ka blerinës atë makinën e shumë premtuar, që edhe kur e përqafoja atë natë në surprizën e bukur i tha që në momentin që unë do largohem nga Big Brotheri do ta blej makinën që ti e dëshiron. Do të shohim se si është marrëdhënia me Eglin, edhe pse unë kam dyshimet e mia, qofsha i gabuar në këtë drejtim, që Gjesti do t'i lërë përsëri gjërat me pikpyetje. Nuk ma merr mendja që e vërteta do të zbardhet që tani, se në momentin që do të zbardhet e vërteta dhe do të zbulohet e vërteta për Gjestin dhe për Eglin, jam i bindur që fansat do vazhdojnë të ndahen në dysh dhe do ndjekin të preferuarit e tyre dhe do të bie audienca, pasi që Top Channel planifikon shumë rrugtim me Eglin dhe me Gjestin dhe ma merr mendja që i mban në pikpyetje publikun për marrëdhënien e tyre. Por gjithsesi një fjalë që sonte Gjesti ndoshta do ta thotë në Goca dhe Gra dhe me patjetër që do ta thotë, nuk ndodhen kot rastësisht kjo gjëja, pasi që Gjesti pati dhe shumë rënje në Instagramin e tij, do me thënë pati gati tek 4.000 followers minus, ndoshta nga keq kuptimi i publikut sepse dëshirojnë të dinë më shumë rreth jetës së tij dhe nga fakti që Gjesti nuk flet dhe ndoshta ka dhe me të drejtë mënyrën që nuk flet, sepse ka menaxher që kujdesen për të, ka një personel që kujdeset për të dhe është një produksion gjigant që kujdeset për të dhe ato do të vendosin
për momentin kur gjesti do të flet, për momentin kur gjesti do të vepron dhe për momentin kur gjesti do të ndryshon rrugtimin e jetës së tij, apo do ta pranon lidhjen me Eglin, apo do ta pranon ndarjen me të, apo do ndodhë një pikpyetje siç vazhdoi të ndodhë në jetën e Romeos edhe të Heidi, që do të thënë sot e kësaj dite nuk kemi një sqarim nga marrëdhënia e tyre, dhe besoj që sonte gjesti do të tregon diçka, sonte gjesti do të tregon atë duartrokitjen që ai sot e kësaj dite në skenë është i befasuar për, do të thënë, për ta marrë dhe për ta kuptuar se sa shumë e duan shqiptarët. Do të kemi shumë ekskluzivitete sonte në Goca dhe Gra nga ana e Gjestit. Dua të bëj dhe një sqarim për të gjithë publikun shqiptar. Gjesti nuk do të jetë i pozicionuar nga fillimi dhe deri në fund, do të thënë do të jetë vetëm në një rubrikë të emisionit Goca dhe Gra, dhe kjo çuditërisht do të jetë rubrika e fundit dhe është sekreti një medies për ta mbajtur audiencën nga fillimi deri në fund, për ta ndjekur emisionin, dhe rubrika e cila ju intereson më së shumti do të jetë rubrika e Gjestit në fund, ku Gjesti për herë të parë do të flet për jetën e tij, do të flet për familjen e tij, do të flet për artin e tij, për këngën e tij, për videoklipin e tij, dhe sonte do të zbulohen shumë detaje të cilat ndoshta janë në pikpyetje tek publiku shqiptar dhe me patjetër që janë në pikpyetje. Do të jetë vetëm Gjesti në intervistë, sepse shoh shumë nëpër komente kur më thonë Tirana do ta shoqëron dhe dikush. Nuk do ta shoqëron askush. Intervista është realizuar menjëherë ditën e nesërme kur Gjesti u kthye nga Austria, është realizuar në Prishtinë, në studion e 360 Music, do të thënë po ti shikoni divanin ku është ulur Gjesti dhe divanin ku e ka nxjerr fotografinë që ka bërë kontratën në këtë studio, është studioja e 360 Music, dhe po në këtë studio është realizuar dhe intervista për Goca dhe Gra nga ana e Gjestit. Do të kemi sonte ekskluzivitetin, mos të harroni në ora 21, për të gjithë ju fansat e Gjestit që ju intereson kaq shumë jeta e tij, që keni pyetur kaq shumë për Gjestin, sonte e keni në emisionin Goca dhe Gra për të kuptuar rreth gjithçka të Gjestit. Do të shohim Loredanën, ndoshta do kuptojmë edhe nga Loredana për marrëdhënien me Jozin, se si shkojnë gjërat e tyre. Është një nismë e re, është një diçka e bukur dhe e di që do të pritet me shumë entuziazëm. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe, ne do t'ju sjellim të gjitha të rejat në kanalin Monitor TV.